Nëse jeni brezi i 50-s, 90-s, kjo do ju ngjallë sadopak nostalgji, mësoni se çfarë bëhet fjalë. Kur britni në biçiklet, nuk mbanit kokore, pinin shumë ujë nga tubi i çezmës dhe jo nga shishet me ujë mineral. Kalomin orë të tëra duke ndërtuar karroca me kuzhinjeta dhe fatlumët që kishin pranë shtëpisë në një rrëpirë lëshoheshin nga të gjitha anët e saj. Dilnim të luamin me të vërtetë detyrimi ktheje dhe në përgjithësi. Nuk kishte natë që na mbante derisa na thrisnin nënat tona. Priteshim, thyeshim, madje edhe kombinohmin edhe ndonjë dhëmë të thyer dhe askush nuk denonconte për këtë incident. Faji nuk ishte i askujt, faji ishte yni. Hanim bukë me vaj, bukë gjalp, pinim ujë me sheqer dhe nuk kishte asnjë problem me mbi peshën. Kur na binte në dorë ndonjë pije, e ndamin me të gjithë. Nuk kishim PlayStation, Nintendo ose Xbox, por përdornin lojra të ndryshme të cilat na kalibronin edhe në modelin e jetës. Dilnin, shëtisnin me biçikleta ose ecnin në këmbë deri te shtëpia e shokut, i binim ziles dhe thjesht hynim pa trokitur. Këto janë disa zakone që me brezin e sotëm dhe me fëmijët që po vinë po humbasin ditën. Dhe ju i keni përjetuar këto gjëra gjatë fëmijërisë suaj, ju ftojmë të lini një koment.